Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Edhe sonde do të flasim për aktualitetet sportive. Janë zhvilluar takimet e Gjirës së 26 të Albi Madh Superligës së Kosovës në futboll. Të gjitha këto takime do të analizohen me trajnerët e minor Jusuf Tortoshin dhe Gani Sejdiun. Nga basketbolli do të ndeshojmë finalen e Ligës Unike ku vllazimi stoliset me titullin e kampionit. Nga handbolli veçojmë kryendeshjen Kasioti Besa Pamgaz. Me pak fjalë, kjo është përmbajtja e misionit të cilin do ta shfletojmë pas një bloku të shkurtër marketingu. Të nderuar shikues, paralajmëruam që do të flasim për futbollin e Kosovës me analistë të ftuar në studio. Janë zhvilluar takimet e javës së 26 të Albi Madh Superligës së Kosovës, të cilët kanë dhënë këto përfundime. Drita Gjilani 4-0, Prishtina Feronikeli 74 2-1, Suhareka Malisheva po ashtu 2-1, Llapi Ballkani pafitues 1-1 dhe Ferizaj Dugazhini 2-1. Tabelës e klasifikimit i prinë Drita me 57 pikë, i ndjekur nga Ballkani me 44 pikë. E treta është Malisheva 41 pikë, në vendin e katërt. Të 5 dhe të 6 janë Prishtina, Gjilani, Ferizaj me nga 35 pikë. 7 është Suareka me 32 pikë, Saka Dugazhini 8, ndërsa me pozitën e 9 është Llapi me 30 pikë, i fundit tabelën e klasifikimit e përmbyll Feronikeli 74 me 14 pikë. Kthehemi tash në studio për të filluar me analizën e Gjirës së 26 me mysafir të ftuar Jusuf Tortoshin dhe Gani Sejdiun. Analistë të nderuar, mirëmbrëma dhe mirëserdhje. Mirësevgjetëm. E lam edhe një gjiro pas, zotë Tortoshi, gjiro e 26, hiç takimit me Llapi Ballkanin që barazuan, të gjitha skuadrat vendase shënuan fitore. Sa po afrohem ka funi i kampionatit, ndeshjet po jesin më interesante, luftë për çdo pikë, po bëhet shiqoni tabelen, do me thonë tabela o këtu, vendi 4 Prishtina është me 35 pika, ku është Llapi para fundit me 30 pikë. Do me thonë 5 pikë diferencë. 5 pikë diferencë, të gjitha këto skuadrat janë edhe kandidat për barazh, po edhe kandidat vendi 4 nëse fiton kupën e sene Vrevrup. Do me thonë, gjithçka është e hapur, nuk mund është do një perspektive edhe 10 gjiro e në pytje, edhe gjiro e prapë se prapë nuk janë pak dhe gjiro, mundet me do një ekip një form, do një ekip në kriz, rezultatesh, nuk po dihet Drita përshkon me apat sigurt, qysh ke derbi, dje që e këqyra lojën, me Gjilanin, derbi, kur kush asë një optimist kish mujt me prit këtë rezultat, biqëm se që kërë loja me 4-0, qysh në pjesën e paru kërë loja. 4-0 të shkon gjveshtore, ajo është rol, ndoll, po qka? Kështu që mirë janë të shku, edhe sa po vjen afer ata nuk po bojnë do një seri me rezultatet negative, kështu që mirë janë të shku, nëse egziston ka funi kampionatit, apo ka funi vitit, një trofej për fair play, Feronikeli ka meritu 74 pa dilem. Çdo lojë janë të lujt e kena përmend, edhe këtë studio ma herët, janë të lujt mirë, sene s'kan edhe fat. Jo veç tash, si mbro me Prishtinën, po disa gjatë kampionat që e kumë përcjell dhe lojës, një mes kam pas fat, erdhen që sherdhen këtë situatë, po janë tepër korekt, jashtëzakonisht korekt, rol do një ekip që ju konë dërzu ma heret edhe që ju konë gjithë u bëjë kënë një outsider, po u dërzojshën. Këta nuk po dërzojnë, po dalen 100% po jepën edhe për shdo lavdat janë si një ekip. Unë e po thëmë, nëse egziston një trofej fair play-t, Feronikeli gjithëqysh e ka meritu këto. Për ndryshe, Ferizoj fitoj edhe me merite 2-0, erdhen më sënej 2 me një rezultati ka puni, por shumë e rëndësi është kjo fitorje e Ferizojt, ku 32-32 kënë nivel me Dugazhinë sene, pak
u shpërngullin 35 pika, kështu që me të vërtet një kampionat interesante, kështu që gjithë s'ka mundet me ndollë, une e përmena vendi 4 të Kosh Prishtina, deri në të lopi, luajnë diferenca 5 pika. Nuk jënë pak, po asë shumë se. Me një seri negative do një ekip, me një kriz, me një negative gjithë s'ka mundet me ndollë, do me thonë, edhe mundi me konkuru atje në altë, për vend dhe 4, po edhe e një ofer ekipet të gjitha këto që e përmenëm në baraj. Dhe se di, jo rasisht e parashtrova pyetje në Zotën Tërtoshi se skuadrat të vendas e shënohen fitore, hiq llapit që barazoj, a është ky një element që vendasit po janë shumë të kujdesshëm sepse çdo kiks eventual të shëtu që vështirë se mund të kompenzohet. Kjo është, më thonë, është një argument vërtet i tillë, sepse kur gjitha ekipe si vendase pothuajse edhe llapi ishte pothuajse prafitores në fund barazoj. Kjo vërtet tregon se tash ekipet kanë hyrë në një fazë shumë problematike, në një fazë shumë serioze ku çdo se edhe Jusufi përmendë, domethënë tash veç fillon kjo faza e fundit edhe pak faza e 4-të. Faza është gjiroja para fundit e fazës së tretë. Faza e fillon faza e fundit, domethënë faza e 4 ku tash domethënë çdo rezultat negativ eventual do të thotë i ka ato pasojat e vete shumë të mëdha se kjo. Kështu që këto shihet ai mobilizimi i ekipeve vendase, sidomos është më rëndësi këtu të cekim se disa ekipe si sidomos Suareka, po edhe Llapi, po edhe Frizoj, domethënë kanë ka qenë këtu, kjo gjire ka qenë shumë determinante për to, për arsye se ka qenë ato pozicionet ku në rast të dështimit vërtet do të hynë në një fazë shumë problematike dhe kritike. Mendoj që kanë korë u pa domethënë mobilizimi i tyre, kom shiqu takimet edhe me Suarekës domos me Malishevën, edhe sot në kombinim me Llapin Ferizoj me Dugaxhinin, edhe kom pas që Suareka sidomos ka pas një kundërshtar si Malisheva diet. Mirë po, Suareka vërtet e kom parë shumë mobilizume, shumë agresive, shumë vendos për ta fituar takimin, që do të thotë është ai mobilizimi i situatës momentale që nuk është e mirë edhe që vërtet duhet ta kapim atë hapin, mund të themi final për pastaj me ik prej kësaj zones të rrezikshme. Mendoj se me plot merit e kanë arrit, mu domethënë me atë çështje siç e cekte edhe ju që e kanë kuptuar rëndësinë e rezultatit, sidomos korën si vendas. Pastaj këtu kemi ajo që nëse referohen pastaj Ferizojt, ne kemi cekë edhe para marrën në emision, që vërtet është një ekipe e cila prej gjitha ekipeve është në pëlqyer më shumëti, edhe është duke treguar ato. Nëse bëjmë një analizë totale deri më tash, sidomos këtë fazën e tretë, më them se përveç drita këtë pjesën që është e padiskutueshme, për gjitha këtyre ekipeve tjera, sidomos për kësaj pjesës ku luftojmë për mbijetesë edhe për mik barazhit, pjesës posme, unë mendoj që vetëm është Ferizoj e cila është bëhet progresin e ka sigurinë e dur, sigurisht se drita në këtë pjesën e epërme. Kështu që ajo tregoi edhe një sot me fitoren ndaj Dugaxhinit ku ishte 2-0 rezultati, edhe tregoi sepse këto fitore ndaj kundërshtarëve direkt të objektivit të njëjtë, unë mendoj se kanë një vengjati, fitoret janë më të vlefshme, peshë më të madhe, kështu që sot ka bërë një fitore jashtëzakonisht madhe. Llapi ka lëshu shumë sot me këtë barazim. Nuk diskut pavarësisht që tash mos hyjmë ato ka merituar se ka merituar. Ishte 1-0 deri në fund, po ja që ajo që është më rëndësi dy gjëra deshta me cek, është se këtë gjëra që s'është prit, është fitore ashtu që lehtë e dritës ndaj Gjilanit, dhe me thonë me 4-0 në një derbi t'il ku edhe kur ka pas disproporcion pozicione për para, vërtet ka qenë derbi, është mund të them i vetmi takim deri me tash, ndoshta ka që nuk e boj mend, po që ka qenë në disbalancë është madh, domethënë ekipet mes veti, edhe unë nuk e kam prit prej Gjilanit me qenë domethënë as niveli i ulët në këtë takim me dritën, prap duke llogarit që filloj një progrese, kur ne mendum që Gjilani veç ju ka afru kësaj pjesës të Evropës, ajo dështoj një mënyrë shumë dopt edhe në një mënyrë ku me një nivel shumë të performancës, ndaj një dritë e cila kuptohet, po ne do të rikthehemi pastaj me siguri pastaj deri mos me gjatë shumë, po në përgjithësi mendoj që edhe Prishtina pavarësisht që në sekondat e fundit
pavarësisht që a e ka meritu, sa ka meritu, dërtosh e cekë shumit që Feroniki vërtet me atë angazhimin edhe me paraqitet që i bën, vërtet ka meritu një barazim, por Prishtina me gjithat fitore ka rrit një fitore jashtëzakonisht rëndësishme. Mirë po me një mënyrë ku po që realisht Prishtina, sidomos këta kem tash edhe pas suspendimit që 2 lojtarëve kryesor që i ka Drelën Islamit edhe Krasniqit, mendoj që Prishtina totalisht është një ekip e shturë, është në fush, pa kur far ideja, kur far vizioni, edhe u shfaq, do të thonë, kjo problematik u shfaq edhe në takimin me Feronikin, që me fat e fitu, për më rëndësi është që i ka fitu 3 pikë, do të thotë shumë rastësisht. Zëtë Dortoshi, rezultatet 2-1, 3 ndeshje me 2-1, një barazim 1-1, hiç drita Gjirani 4-0, po mesim të një analizë përgjithshme të gjysmës së 26. Si mund të shpjegojmë këto fitore minimale? Është kujdesi i skuadrave vendase që potencuam me zotin Sediu, apo mund të jetë edhe rivaliteti i skuadrave të cilët janë afër aty, çdo kush çdo kon mund ta mund? Për kujdes, këtë kujdesen, këtë këqyrën sa ma pak gabime me bo, por niveli skuadrave është paka shumë aty. Nuk ka do një dalim shumë i malë, unë e përmena. Malisheva, Prishtina, deret e lopi, a ka do një dalim që i mund është me thonë, 100% e kom lojën fitum, nuk jënë sigurt as me Feroniklin skuadrat, e jo ku jënë barabartë. Kështu që kvaliteti është paka shumë aty barabartë, nuk ka do një dalim shumë mes skuadrave kvalitet, atë kvalitetin si ekip, si tim, si individ që jënë të e kanë pësedimin, që aty jënë krejtë, që aty jënë, e tash, deshtëm du të apet me përmena dhe me do dritën. Po. Po bon diferencë. Ku 7-8 lojtar, 80% kanë luajtur në skuadrë, do një ndrime, do një lëndim që po bëjë, do një karton, po e kanë atë sistemin, gjithkush po luajnë kush çka duhet me bëjë. Nga një ceke Prishtinën, unë e kum cekë këtu studio, kur e ka kundërshtari topit, Prishtina përbon presingin mirë, prapë më pëlqen, përse. Por në posedimin e topit, në organizimin e lojës, për me kriju rastet deri të 16, që apo dhe të gola, e kanë problem. Zotë Dortoshi, të ndarim këtu, thoni që Prishtina po bën presing të mirë po edhe dherë të këmba, mirë po është një element që vrejet Prishtina shumë letë pe humë topin. Shumë letë pe humë topin. Pe humë topin, i kena përmen transferime jënë bo, skuadrë, lojtar me ngjyrë, a lojtar tjerë të tash komponimi e ekipis, paka shumë ndryshime po bohen, po lunë Krasniqis, a i kapiteni që shë patë emnin, tash s'pëlluin, s'pëlluin tash, gjithmonë ka ndrim, a është ndrim adekuat për ata 2 lojtar, apo bohen lëndime, e lypshin golqenu si në maj mirë, këj miftari, këj dialogi, paka shumë e kalzoj vetën disa deshet e fundit për shenon, kështu që transferimet mund është me boti, me pru 5 lojtar, 6, 7, 8, por problemi është e komponimi që lyp kohë, edhe me trajner, edhe me skuadër, paka shumë, brenda natës të senet nuk buon. Që desha mundërit të Prishtina nëse vanë? Po. Se kjo shumë mirë, Jusufi do të tash mungesa e Drelën Islamit edhe Krasniqit, që dy elemente të pazëvendësueshme në ekip. Nuk diskutohet që këtë takim, edhe takimin që ka qenë, vreta e mungesa aty edhe në vetë lojën e... Dortoshi nuk ka zëvendësim adekuate. Nuk ka, edhe, do më thonë, shihet ajo mungesa atyre. Me gjitha të shqetësuese edhe paka shumë e kumë analizu këtë pjesë, sepse suspendimi ty në vjen nga jo që ata nuk kanë dashur me vazhdu kontratën. Tash është pyetja këtu, nëse analizojmë a thellë, situata në Prishtinë. Nëse 2 lojtarë kryesor, cilët Prishtina realisht i ka qitë në pah, tash në këtë sezon, ata në përmes Prishtinës, realisht e ka dërguar lirat e tyre. E bërë në ma shumë, që duhet.
ata për shemë në këtë moment, në një klub si Prishtina, ku e ndjem tyne edhe po them, ato e kanë arrit me kryu sa do pak këtë fillimin e emrit tyre të karierës, edhe nuk dojnë me vazhdu kontratën. Me një Prishtinë, kjo pak shqetësu se është e mundë kjo. Edhe për atë arsye këtu e kom një dilim të madhe tek në dhe situata në Prishtinë, po them kushtimisht, sepse vetëm po paragjykoj, sepse mos vazhdimi të kontrata, po them në 2 lojtarëve kyç, cilët Prishtina i ka rritë edhe i ka qitë në parë, edhe ata mos me vazhdu kontratat, kjo pak është disi pak me analizu këtë situatë. Pse? Pse ndodhë kjo? Zoti Sejdiu, 15 gole të qenuar në gjirën 26, drita Gjilani 4-0, mirë po, a mendoni, është një pyetje përbashkët për të dy në cilësinë e trajnerit, a mendoni që skuadra dhe trajnerët e skuadrat tona akcentin kryesor, prioritet i kanë mbrojtjen, që të mos pësohet, të jenë shumë të kujdesshëm në repartin e mbrojtjes? Jusuve Ceku edhe ne po them, shumë mirë, tash kjo rezultatet e ngushta që janë, kjo është e para, do të thotë është kujdesi. Fillimisht është ajo konkurenca, do të thonë parafërsisht e barabartë. Do të thonë kvalitet nuk ka dallim kvaliteti mes ekipit. Për atë arsye janë aq e kuilibruese edhe lojët edhe rezultatet. Pastaj vjen te kjo pjesa tjetër, është kujdesi, ekipet pse me rezultat shumë të ngushtë. Sepse është në atë fazë, edhe janë gjitha takimit për këto ekipe të rëndësishme. Po them, hiç dritën edhe Ballkanin. Ballkani për mendimin tim nuk ka për shka mu përveç me majtë këtë pozicion për Evropë, edhe deri diku Malisheva. Këto tjera ekipe do të çdo takim e ka rëndësinë e vet, sepse një dështim eventual, në shtat i kesh më njerë në tabelë poste. Do të trajnerët koncentrohen mbrojtje. Kështu që zakonisht kur e krijon një avantazh, atëherë ndallim me situata tjera, domethënë, kur janë më komod, sikur se që është drita, unë mendoj që pastaj këto detyrimisht duhet me qenë më të kujdesshëm, edhe me kushtu edhe më shumë kujdes pastaj fazës mbrojtëse, me ruajt rezultat, eventualisht nëse munden me dyfishua apo diçka, po për atë arsye pastaj fillon ai kujdesi më i theksuar për me mbrojt rezultatin, me ruaj rezultatin sepse do thonë rreziku është shumë i madh pastaj nëse rastisht. Sikur të shohim sot llapin deri në fund të pat 1-0, edhe realisht nuk diti me mbrojt rezultatin, edhe pësoj, kështu që pasojat janë pastaj të mëdha. Do thonë me një mos kujdes të vogël. Kështu që për atë arsye është ky ka shumë balans domethënë mes rezultateve dhe ekipeve. Zoti Tortoshi, mbaj mend që keni thënë që i takon edhe trajnerit, por ekipit, por i takon edhe trajnerit me ditë që ta ruajë rezultatin. Do thënë kur është situata shumë e ngushtë, do duhet që të veprojë trajneri për ditur për ta ruajtur rezultatin e favorshëm. Trajneri është Kania, na jemi trajner, koleg. Rezultati ngushtë vinë minutat ka funit 80 të diçka, ti jep instruksione mas pari aty nga vija që e ke afër me dikon, nëse duhet me spjegu me sfushorit apo dikujna jep spjegimet. Por, prapë të ndodhin këto 90-92, bjen koncentrimi, bot një panika, kipote një 0 të hup, ekipet nuk kënë gjendje me mojt 3 apo 4 sekonda topit. Po, qka ke interesant, mësi që e barazoj Ballkani, minutën e 90, faktikisht fix 90, vazhdimet referi i signalizoj 6 minuta. 6 minuta nuk kënë shumë, por nuk kënë edhe pak. Për këtë 6 minuta, është interesant që lopi nuk sulmuj mu. Lopi mbrojke, sulmuj ke Ballkani. Po ti s'ki qka hup, mama, e këtë barazim. S'ki qka hup. Ti dush me lyp edhe për që ato të dëgjim. Ndrohet sistemi. Je mbrojt, tash e more gollën, për 6 minuta diçka ndrohet. 3. Nuk po du me i taktik. Me 4 sulmus, 2 anash, 2 mes, dush me riziku për menimin ti. Se ajo fitoja pivyn ty ma shumë si ilaq se Ballkanit. E këta u mbrojshën edhe të një. Zdia ki veneru. Të një, korne për Ballkanin, një rast, një sene. Do me thonë, ti e ki up total koncentrimi, mas barazimit, nuk ditën qka përdojnë, as qka përbojnë ma. Kështu që dvynë,
eksperiencë, disa lojtarë me pas ma shumë, për me ditë me udheq ekipën, edhe kur e ki barazimin, edhe kur e ki humbjen, po edhe kur je në avantash, kur e ki fitoren, dorë, eksperienca lumë rol këto në momente që duhun e ekipit me qëtësu ekipin e jep, e nëzirë faulit, qëtësosh, sene, jo topin mshoj, a i bumerang për 4 sekunda topi për këthet, jo organizum, bjen koncentrimi, jo ndësene që... Pa parashikushme. Jo ndësene që edhe ato që pithush lojtorve, nuk janë gjendje as 50% me boga. Ti anash, letosht na si trenera, po realizimi asoj që apo dojmë na, s'po bot ashtu që shduhet. Falem për komplet Gjiro 26, duke që i shteruam analizën komplete, mirë po do të shkojmë tash ndeshje për ndeshje. Zoti Sejdiu thatë drita Gjirani 4-0, derbi nuk e ka ati jeshin, i zbet një dritë e cila dominoj totalisht, nuk e keni pritur këtë rezultat bindës, me pak fjalë pse erë derë të kjo, a është disbalans shumë i madh i cilësisë, apo është forma konstante e dritës dhe forma osciluese e Gjiranit her pas here që përkohet nga Gjiro në tjetrën? Unë këto kësha përmbledh me disa fjalë, ashtu pak të nga e opinion jem se kom po. Nuk diskutohet që cilësia është paka shumë nonën e dritës. Nuk diskutohet që Gjilani vërtet ka kjep shumë cilësor. Gjithë e kemi cekë edhe momente ka të regu cilësin e saj. Ka shumë cilësi mrenda për mrenda. Edhe këtë derbi ka qenë një moment, do të thot me dritën me një komfort zone, ku pa kur farë problemi, kur farë presioni ka hynë këtë derbi, po edhe për Gjilani mund të themi ashtut, sepse ndryshte kështë me qenë Gjilani me hynë derbi me 32 pikë në këtë zonën, ndryshte me 35 pikë. Sa të këto e ka pas një loj sigurie mrena këtu për me dhonë maksimumin. Ajo pse ka ndodhë kështë të është, vetëm 15 minutat e parë, deri sa ka i goli parë, Gjilani mbrojke shumë mirë, është shumë mirë organizuar. E këtu tash është e pyetja që une mu ka bo përshtypje jo të mirë, ka në përshtypje jo të mirë të Gjilani. Me njerë pak pas pësimit golit, një ekip se ti mund, pësë është gol nuk e din asë njerë, ne gjithë mund trajnere din, e bojmë taktiken, e bojmë gjithë ato, e bojmë para pregadite për një takim, edhe gjithë mund do të me qenë pregadit që nuk mund shkon gjithë mund e curia kështu që te e parashikon, sepse mund do dhe kundër ta. Ne flasim kështu, deri mund caktu në këto, po, do të me llogarit që mund do dhe kjo, merë disavantajë, pastaj do të mi pas alternativen, sepse nuk dihet në futbal a jetë disavantajë apo në avantajë. Kështu që ajo që më ka për shtypje, jo të mirë tek Gjilani, edhe që e zbehu derbin total, me një pas pësimit gërë, deri tek 0-0 ishte mirë, por shumë shkurt, pastaj vërtet e pam një Gjilani cili totalisht u shpërdu, u shkatru në aspektin e organizimit, sidomos pjesën defazive, ishte një ekip e cila vërtet mos tem, se mund të keq kuptohem apo diçka, po vërtet si një ekip amaterë, ku absolut nuk jepte asnjë shejt të një ekipe e cila ka kvalitet mrena. Dhe ishte totalisht që organizume. Edhe pastaj, të mund po them njerë, ta pranosh gol, tjetë në zhavantash, po reagimi jëtë, me atësin që ki edhe derbi, si derbi të dush me qenë shumë ma maksi. Për ndryshe, pastaj, këto është ajo po të menjerë, Gjilani nuk reagoj absolut gjatë tërë takimit, vetëm se me kalimin e kohës, e vetëm të regoj shumë edhe ma për fuqishme, një dritë e cila, po të menjerë, është një ekip e cila, drita, kur them, e ka shumë letë tash, dikush mund me keq kuptu, e ka shumë në kuptimin e fjales, me plët merit, e ka, ja ka sepse vete ka kriju, këtë komoditet, ku çdo takim tash i hynë me kur farë presioni, kvalitetin e ka, cilësin e ka, nuk rrezikohet, pastaj, po them, kur e ki edhe gjithat kvalitet mrenda, atër të është shumë vështirë dritës të me dalë për botë. Por, kjo që akum po në këtë derbi, që ka qenë një derbit ma të letë, ma që nuk absolut nuk e ka merituat epitetin e derbit, është reagimi edhe sjellja performanca e Gjilanit, e cila vërtet në ka dëshpëruar shumë, sepse unë them që një ekip e cila
ka kvalitet, edhe këto, unë mendoj që është gjiroja 26. Edhe për 26 gjiro, e kuptojmë atë fillimin, është adaptimi trajnerit në ekip, është komponimi skuadrës dhe gjitha to, për 26 gjiro, te prap me pas gjitha të luhatje, do më thonë, në ekstreme, brenda lojës, unë mendoj që kjo nuk më ka pëlqyer të gjërë. Kom prit me atë sukses, me do më thonë, sepse fillohet progresin, sepse me një fitore eventuale kështë 38 pike dhe gjasat reale për të hyrë në Evropë, mendoj që kjo prap të Gjilani është e njëjta situatë, sikur se në atë fillimin, atu kur pret që kjo do të bëj diçka më shumë, ajo prap po shgënjen. Kështu që mendoj që më ka shgënju si derbi, jo vetëm mu, po mendoj që gjithve, sepse kjo për faj Gjilanit, normal edhe për merit dritës, por ma shumë për faj Gjilanit. Zoti Tortoshi nuk mbaj mend një derbi si drita Gjilani që nga atër kur ka filluar rivaliteti këtyre dy skuadrave që të përfundoj një derbi sa i përket epilogu dhe 10 fituesi në pjesën e parë. Drita në pjesën e parë shënoi 4 gola. Futbol gjithçka ndodh. Kur se ka pritur në ECK dhe në fillim e emisionit, loja u kry qysh në pjesën e parë. Po. Qështore, ti si po hinë me 4-0, ti e kire ma siguri, edhe një komoditet, edhe ma mirë lunë të 4-0 se ki komoditetin, edhe ju anullu edhe një gol ka funi në dritën 5-0, une nuk e kumë po mirë a u kona ajo kontakti sene, nuk du me i në ato në teme, po Gjiloni dytën pjesë nuk ditën qysh me anis, ka me anis, qysh me abo, derbi është derbi, rol bëhet do derbi, pa marë parasysh kush lunë derbi në cilën shtetë Evropë lunë derbi, po këta për 30-35 minuta u kry loja, shpejt erdhen deri te gola. Që shë e bënë rastin me gol, hop me gol, ta 3-4, bjen, nuk mund është më këthy, nuk mund është në futbalë vështirë më këthy mas 4-0, derbi jetë apet derbi prap, po me këtë rezultat, une nuk e moj men që ju... Për vetë nuk mbaj men, prej rivalitet. Për cilëm, nuk e Që nuk di. ka qenë rivalitet. Zakonisht baras. Periuda e livallëve, kur filloj rivaliteti i këtyre skuadrave, nuk mbaj men. Pa morë parasysh pozita tabel që kam pos, aty lujshen baras, që po të gale apo 1-0, 2-1 gjithë gushtu kun. Po kështu, doli edhe kjo. Nuk mbaj men që 4-0 tjetë vetëm pjesa parë. Do të kalojmë në ndeshjen tjetër Prishtina Feronikeli, zoti Tortoshi, është shumë interesant thuhet që Prishtina shënoi golin e barazimit në minutën e parë të lojës shtesë, ndërsa shënoi golin e fitores në minutën e dytë të lojës shtesë. Qaja është shumë e rëndësishme. Që nuk shkun, shumë është lunë rol ajo, nuk shkun në pushim zvjeshtore me humbje, me 0-1. Po ajo është një edhant barazun, gjithçka pe fillimit, pa të natë luksin, gjithçka, ne me ne, që ndodhë, ajo shkun, edhe 5-2 në prita që Prishtina, minutat e 6-65, me një presion vjen edhe deri të gola e dytë, po nuk mujten ato me bo, erdhen që erdhen, minutën e 92-3, një bjen koncentrimi, këcej me timing lojtari, e shtyllën, kjo e shtyti, se rujten, ndodhi, por do shtash kjo këthes rezultatesh për Prishtinën, po diskutume dhe ma heret, ju, kolega e nga një sene, speshojmë do një loj që premton, që mund është me dalë pe lojve si fitus. Unë e dhash, presingin prap, në stop jom të përmenë këto. Por se dimin e topit kërë, organizimi lojës, Se pe hum shumë letë topit. nuk po e mirë. Për me kryu atë lojen, për me orë dhe të vija, për kësime, dhe të 16, me pos rastet, pak jo. Pak rastet, pak jo. Do me thonë, u duft ndoshta ma shumë edhe duhet ma shumë me punu skuadra me posedimin e topit. Se tash, dush me ditë parafërsisht të lojtarët ekzistonaj truni syni tretë, kur të mbjen topit tash nuk ishëm ko,
me menu. Kur të më vjen, e kom Ganien ka avionën e djathë, e di unë e Gania që ju shpejt, ja qestat koridore dhe Gania e mrim. E nja Gania. Hala nuk e kanë Prishtina këto me njoni tjetër, edhe në formacion po bo ndryshime. Ekipi duhet të komponohet, duhet më gjatë. Një loj që kanë lujt, nuk kanë lujt njojtë një mdhesh, nuk më mënë me në 3 apo 4 loj në kontinuitet. Pse s'kanë lujt, a forma e dopt do një lojtarit, a lëndimi, a kartoni, por ajo është shumë e rëndësi. Shumë e rëndësi, kompakt, 7-8 vile lojtar që lujnë në stop, ajo është, ajo mungon, ajo e lypë futbollit. Zotë Sejdiu, tham një fitore shumë e vështirë e Prishtinës, por që 3 pikë ishin shumë të vlefshme. Shumë e saktë. Kishën krizë. Kjo është më e rëndësishme, do të thonë fitimi 3 pikëve, po themi ne këto tash hynë klubën këtë fazë ku nuk shiqohen më lojnat e bukura të mira, janë absolut rezultat janë ato, edhe nuk zgjedhet forma vetëm se si me arritë ato. Kjo është më rëndësi, do të thonë se, po themi njerë, jo disa takime decisive në një moment t'il ku vërtet fitore apo humbja e kanë atë peshën e vetë. Edhe Prishtina ka bo një fitore, po theme njerë, dhe një kundërshtari, edhe në emisionet e kalu me kemi cek, një kundërshtari, i cili po i reziston gjitha ekipe, edhe po ju bon problemi gjitha ekipe, me mënyrën se si qasë takimit, sepse është ekipe cila kemi cek edhe më erët, nuk ka kur farë presioni, angazhuat maksimalisht, janë lojtarë 3 cilët me sigurit tash dojnë me performancat e tyre, me angazhimin e tyre dhe me kualitetin e tyre, dojnë me të regu që dojmë në pas e Feronike me sigurit do të reorganizot, pas ta edhe në ligën e parë, edhe kështu që edhe vetë qasja e klubit është që me do maksimumin edhe të qasja e fair play të kështu, janë shumë problematike, edhe po theme një fitore e cila me shumë mund, jo me kvalitet lojës, jo me cilësit lojës, sepse, po them, është një ekip për momentin, edhe pa mungesën e këtyne 2 lojtarëve kyç, një ekip e cila nuk ka vizion më të lojës, një ekip e cila, po them, njerë rastisht e ka fitu këtë takim, por që më rëndësi është fitore kjo, por ka dhe shumë gjiro edhe kjo që ka të regu, nëse rastisht nuk rikthejnë ata 2 lojtarë, nuk i gjenë gjuhën e përbashkët, për mirë këtu ata lojtarë, cilët do të ndihmojnë shumë Prishtimi vazhdimsi. Prishtina pavarësisht kësaj fitore që është shumë e rëndësishme, dhe gjiro me atë grup lojtarëve, pa këta 2 lojtarë që janë, por mendoj që mundet me pas problemet maja. Suareka Malisheva 2-1, Suareka ishte në përsi me rezultat 2-0, Malisheva ngushtoi rezultatin, mirë po bazuar në formën dhe pozicionin në tabelë, është një fitore shumë e merituar dhe e vështirë e Suarek, dhe cila sa do pak stabilizon këtë skuadrë e cilat është në pjesën e poshtë në tabelës. Zotë i Tortoshi. E ceku nga një lojën e Suarekës, ku u pa mobilizimi, vullneti, dëshira, angazhimi, pirojmë ato lojtë, ma ere që e ditë me kritiku, se pat vend për kritika. Edhe erdhen dhe të rezultati 2-0, edhe me plot merit erdhen, e murën atë golën që shemurën, po shumë e rëndësi u konë kjo fitore, edhe, për thojmë shumë e rëndësi për Prishtinën, Kiksimal i Lapit që konë me rëndësi shumë fitoria e Ferizojt, krejtu konë me rëndësi, po sidomos edhe Suarekës kjo fitoria që pelen në atë me i kësa ma shumë pe barajit, lujtën mirë, kvalitet, o angazhun edhe fitun me merit, edhe duhet këtë kontinuitet me majtë. Në një loj nuk krytë kampionati, apo 2-3, dush kontinuitetin, në bjen krizë. S'ka kampionatet në Evropë, në botë që s'bjen krizë. Po duhet me këqyrë, peso e krizë, sa ma shpejt, do një rezultat pozitiv, mu këthy e me orë. Do një here, s'u të këthejsh. As vetë se di që ka pëndohë. Që ata lojtorion që ka mbu sukses e që ata jo në mrana, do të me përmen, një Manchester City. 90% në ata lojtarë hinë në krizë, 5, 6, loj 6,
Ajo nuk ta mëre që lushin, që fitojshin jashtë, bjen kriz. As Guardiola nuk ka pos recept, nuk ka dë njere vjen situatë që ata jonë që aty, me De Bruyne, me alemet lojtar, po bjen skuada. Qështu e futboli? Aj që e ka përjetu do sene edhe ma mire din këtë punë. Dysediv, tham që fitore shumë e rëndësishme në Suarekës në betejën për ti, kur barajët dhe pjesës e poshtë në tabelës e klasifikimit, po ajo që është la përshtypje ishte që Suareka shënoj 2 gola, Marisheva u afrua më rësa 2-1, po unë kisha përshtypjen që Suareka menagjoj lojën dhe rrujti rezultatin jo diku mbrojtur, mirë po duke të kontrolluar terrenin. Është e vërtet kjo, por ajo që du të me cekë për Suarekën në gjithë, e kemi cekë edhe marë, kemi po që ka qenë një ndër ekipat pretendente edhe një ndër ekipat ma kualitative, duke i po, më thonë, individ që i ka mrena për brenda, lojtarë, të verifikum, lojtarë me bagaj, me kampiona, gjithë ato, kemë prish shumë a shumë, po pas taj ajo si ka rrjedhë situatat për marë direktor, është qashti tjetër, por me gjithët, po dhe një fitore e Suarekës e cila me plot merit, nuk diskutohet, edhe me një qasje prej një ekipe forma e zgjedhur e performansës në këtë takim. Ishte e tillë që ata ishin dvedishëm se këtë takim du të fitën. Për kundër asaj, që e ka të vleftën e vetë pak ma të lartë edhe fitore të ju në vletë dhe ma shumë se ekipe të tjera, se cila kanë pasë, dortoshi tha gjitha të tufit që kanë fitua kanë pasë e cilë vetë. Është se kjo ka pasë një kundërshtarë jashtëzakonisht cilësor, edhe shumë të rrezikshëm sidomos se musafir, dihet se është ekip e shpejt, teknike dhe sidomos kundërsulme. Duke llogaritë e kundërshtari, mendoj që fitoria është edhe më e vlefshme, e ka atë vlefshmërinë edhe më të madhe, por që po them ka performuar në mënyrë të jashtëzakonshme, ka qenë shumë e organizuar mirë, ka qenë shumë agresive, edhe me presion të lartë. Po ai presion që u boj lartë, u bë shumë në mënyrë cilësore, sepse ti mund ta bësh trajner një ekip një presion të lartë mes apo sovransi ku. Po ta bësh presionin, po mos ta bësh në mënyrë cilësore, sepse çdo presion çfarë do të thosh të bëni ka ato avantazhe, disavantazhe të veta. Megjithatë, edhe atë presion që ka bën në mënyrë shumë, sepse ti bësh sidomos Malishevës, ekipe që janë shumë shpejta në kundërshtuar presion të lartë, mendoj që është një lloj risku sepse dhe eventualisht me dalin nga ti presion ata pastaj krijojnë atë superioritetin për të rreziku, po ka bërë në mënyrë shumë cilësore, shumë kualitative, si ekip në mënyrë shumë kompakte, me një lloj blok, edhe kështu që pastaj edhe në fazën e kur e kishin posedim topit, ishte ekip e cila dike çapo don, sepse po them një herë ka lojtar individ që din me lu futboll. Ka kvalitet, përse dën individet forta ka. Shumë ka individ fort, edhe ajo shumë ka mu përshtypje, e kom pa që sepse ki lojtar shumë kualitativ, mirë po kur është kriza edhe aty një bën morale në ju për siguria, pavarësisht që kanë kualitetin, e po është një Lirdon Fetaj i cili për mu edhe një susur, i cili unë e kom cekë edhe shumë herë susuri, një lojtar t'yne, ka bo, edhe ka lujt, edhe s'ka pos minutazh, nuk ka qenë standard gjithmonë ashtut, si që unë mendoj edhe që kum vlerësuat lojtari, cili nuk është vlerësu kur ashtu si çdo, sepse është lojtar cili ka shumë kapacitet. Mirë po Lirdon Fetaj e kum pa cili ka bo një performancë të jashtëzakonshme, shumë i motivuar se din kualitetet e tina. Normal, pastaj nuk diskutohet edhe me Vlan Zeka, cili gjithmonë është ato korrituet e ekipit, por përgjithsi një ekip, po them, mote nuk kompon një ekip shumë të organizuar brenda, komplet si ekip, edhe kur e ashtojnë kualitetin individual që ka, nuk diskutohet që e ka rrit një fitore shumë të rastishme. Ndaj një kundërshtari të jashtëzakonshëm, i cili mund të themi tash për Malishevin pak a shumë, mendoj që ka fillu pak a shumë me dalë jashtë asoj formës që jemi mësu të ashojmë. Nuk është mo ajo Malisheva rrezikshme. Pse? Ndoshta ka rrit një lloj komfort zone këtu edhe pak a shumë ndoshta ndikon ajo një farë komoditeti cili mundet me pas pasojë, po megjithatë e ka një avantazh, por nuk është mo ajo Malisheva cilën me atë rrezikshmërinë edhe me ato paraqitje që kemi pa, me shumë dinjitoze, shumë kualitative, por tash ta shohim si do rrjedhin gjanat, por unë mendoj që është marrësi moti kampionat s'ku pa tillë ku mund të themi do prej 6-7 ekipe me luftu për mbijetesë edhe për të ikë barrazhit, kështu
Goxha Moti s'ka qenë, dhe më thonë, kjo rivalitet i tillë. Zoti Dortoshi, vetëpja skuadrë vendase që nuk shëjnojnë fitori ishte Llapi që bëri një kiks cili vërtet është shumë i rrezikshëm për faktin se nuk mund të nxjerrët nga ajo zonë, është i parafundit me vetëm 30 pikë të bura. Është kiks, është e vërtet ka funi e morën godhen ku me 3 pikë ndryshe i shkon situata në tabele dhe brenda skuadrës bota e atmosfera ndryshe kur fiton, por për qëto dhe gjiro të fundit që i kanë met, kanë mu bo alo kiks. Kanë mu bo alo kiks. Edhe skuadra tjera, po ti dush me prit atë kiksin, po ti me fitu. Ti mos mu konë në atë ekip që i kiksojnë. Se e kishë gjithmonë një farë komoditeti, mund është me kiksu një 2-2, po, kjo ngushtu mo, kiksi shtrajt kushton. Po vjen poshtë, masanej hub vetë besimin, vjen, është psikoze, është jenë gërç për atë fitore, s'ki ato që e ke atë kvalitetin, bjen kvaliteti, bjen koncentrimi, psikisht skuadra bjen. Llapi është, me të vërtet, një pozit jashtëzakonisht e rrezikshëm, por a ndoshta jo në koncentru ma shumë për kup, me orde të e fino... Llapi. S'ka legjit. Trajnere për kup, po në marrë për ligë. Po kom, mos jënë koncentru ashtu, po... Prioritet është mjetesë, se kupa që ka i duhet. Prioritet është, po... Kjo është primare, pastaj është kup. Po, është aty pune, se kime lujt edhe aty 2 loj, gana. 2 loj, pa mërë për asysha me juniora, me kon lun. Loja është loj që të lujt. Atë preskimin duhet shtabi teknik me majt 100% për me eksplodu loj. është shumë ka punë, futbolli është një pa fund të qka. Nuk ka trener që mundët ma parashiku qështu nga kena me lujt e përmeni nga një taktikën e sene, qështu kena me lujt edhe nëse lujmë kështu, atëre kena me fitu. Por nuk ditë, minutën e 5-6 e merë godin si vendast. Minutën e 13 e merë kartun në kuq, lujtari fund të po portieri. Gjithë shka ndryshon për 13 minuta. Hajde ta shka po bojmë. Aty, treneri duhet me ditë qysh qka me bojmë. Për këto qeshtë është futbolli interesant. Nga një barazim që realisht shikuar nuk i ka hi shumë punë dhe Ballkanit, sa i ka prish punë Llapit. Sepse, mire tha dhe zotit Tortoshi, tash ka ngecë në 2 pikë, sepse me këto 3 pikë, Llapi do t'i kishte 32 pikë dhe do t'ishin kretë të skuadra që do t'uftonin për marash. Se çdo pikë është shumë e bleshme. Kjo është do thëtë, me këtë bare, dhe Ballkani, dhe theme ne, Ballkani për atë arsye është tash, mund të themi si drita, që në farë forme ka të komoditetin me tregu vlerat e saj në mënyrë shumë pa kurrë presioni, edhe si Feronikli që është, unë mendoj që edhe Ballkani është në pozicion tillë, kjo mund të themi se veç e ka siguru Evropën, edhe ambicje ma lartë nuk ka për titull, nuk ka gjasa. 13 pikë është diferenca. Nuk ka gjasa, kështu që pra të arsye këto ekipe janë shumë të rrezikshme. Gjasa teorike. Pa, teoria është iluzion, shumë raste. Po, kjo të Llapi do të thotë është kjo, me një fitore eventuale 32 pikë, do të ishte me këto skuadrat, ato do të luftot në defund, pastaj do të vjen një shprehje se cila skuadër e ka përgatitje psikologjike, sidomos se tash më shumë lunë rol në këto lojë ku është presioni i madh, edhe se ekipet në çfarë morale, se janë përgatitur mentalisht për me përballu këtë presion. Nuk mjafton këto vetëm kvaliteti brenda ekipit, sepse e tha trajneri, Llapi tash me 30 pikë, pavarësisht që ka kvalitet, e ka plan ajo vetë pozicionin tabel, është ajo kriza psikologjike, kriza presionit, edhe ty nuk lejo me të reguat kvalitetet real që e ki. Edhe kjo ka me ndiku të Llapi. Të Llapi, unë personalisht, posh, në këto 2-3 takimet e fundit, posh që Llapi, posh një lloj ngritje në lojën e saj edhe sa mendova që filloi Llapi veç sepse kvalitetin e ka brenda, nuk çdo Llapi kur hin në seri, vërtet ka potencial për pastaj. Pozicioni po bën që tuar në tash e mban atë situatën ngërsh ku nuk mundet me tërgu ato realitet, kvalitet që e ka,
Kështu që me këtë barazim, nuk të zë, kjo ende është këtu, por unë mendoj që kjo barazim mund ndikoj shumë, nuk të zë që të ndikoj, por këtu tash po themin e gjitha këto ekipe që se gjitha këto ekipe janë prej Prishtinës deri tek Llapi janë pothuajse të njëjtin pozicion. Këtu tash duhet më shumë mendu në ato përgatitjet psikologjike të ekipit edhe mi përballu në mënyrë e tash varet pastaj pe kualitetet cilësisë e trajnerëve, të lojtarëve, ato varet pe karakterët, se si janë, se mund të menaxhu këto. Dikush ka karakter më i dobët, dikush më i lig. Varet edhe çfarë karakteri të lojtarëve që i mbrapa fush. Kështu që tash mendoj që kjo fazë tash më shumë do të luajë rol kjo pjesa psikologjike tek ekipet. Ndeshja fundit që duhet të analizohet është Periza i Dugazhini 2-1, fitore minimale, por shumë e vlefshme për vazhdimin e kampionatit. Shumë e vlefshme, sepse nga pretendenti për konkurrenti drejt për drejt për ti i kurzonës së rrezikshme. E përmenëm edhe më herët në emision një fitore a Ferizojt shumë e rëndësi, ku gjithë shka me Dugazhini ishin barabartë edhe me pika, me 32, tash ti për mera 3 pikshin, që për lufton, Ferizoj për lunë, ka agresivitet, për lypin gollën, dytën pjesë erdhën deri të 2 golla edhe kështu angazhimin, motivimin, nuk mujta shumë me përcjedh, ashtë gollin s'mujta shumë, ma shumë e kësur shalapin, s'munësh njëjtën kohë me përcjedh, po ato që e përcjedha, me merit, fitoria Ferizojt është me merit, kur kush mund me thonë jo kjo, jo ajo, me merit, deshtën, luftun, erdhën të rezultati, 2-0, e 2-1 u bo, amo, loja u kry, shumë e rëndësi. Kjo 3 pikë që është siguri për ekip, siguri. Në këtë studio, shumë shpesh e keni përmendur se mbaj mend, veç pas ju keni vërë akcentin të Ferizaj, është një skuadër që po lufton, ndonë se keni thënë që e ka dhe nuk e ka shumë si shtut në zhargonin e sportit, banken e zgjatë, nuk ka ndo një zamensim adekuat, fundi është i varë për i futbolizmin, por ata futbolit që janë aty, po e japin maksimumin e mundshëm. Kjo është e arma kryesore tyre. Një mentalitet do të më cekë të Ferizaj që edhe trajnerë këtu edhe unë e kumë përjetu edhe gjithë, si kurse edhe Vushtreja ka ashtë, dhe ka edhe pak Gjakova deri dikun. E ka një mentalitet interesant që përsjedhë prej gjerata. Janë jashtëzakonisht shumë, e ka një loj mentaliteti atë shumë luftarak, atë që agresiv, për gjyrat e klubit tyra, ku nuk zgjedhin mjetët, janë një mentalitet shumë i fështirë me ta, do dhe mu përbodhë, sidomos si vendas, janë Ferizaj, ashtu dhe Vushtreja gjithmonë, dhe më thonë, edhe përsjedhë prej gjerata. Kështu që edhe kjo është arma tyre kryesore. Sidomos, sepse me atë mentalitet, ekipet, cilat nuk e kualitetin shumë rena këtë, këj mentalitet gjithmonë pastaj e zavënson paka shumë atë mungesën e kësaj. Kështu që Ferizoj, me këtë pjesë, kjo është arma kryesore tyre. Ai mentaliteti i vrasht pozitiv, po flasë, i vrasht pozitiv. Se gazetarë shpesher rëndom, ne kemi pas dëshirë të quajmë ato terene ku ju po i përmendin skuadrë, terene të nxehta. Nxehta, kështu bashkë të është. Edhe kështu që është arma kryesore tyre. Njëjtën mentalitetin të rregu dhe tash, ajo që dallon prej majrës tash se ajo që i ka mungu, i mungon shumë fondi i madhe lojtarëve, vërtet po, Arsim Abazit, cilin vërtet duhet ta përgëzoj, për mënyrën se ka menaxhu dhe se ka përgatit ekipën, se ka përcjell mirë, ekipet cilat gjithmonë e ka vizionin e qartë, e ka filozofinë e qartë luajtës, e ka stilin e qartë luajtës, po thujse të njëjtit individ me të njëjtat forma i arrin rezultatet, edhe në mënyrë të përkrym do të e bën atë formë. Nuk e lejon ekipën me dalë jashtë kësaj formës, paraqitjes së fitimit takimeve. Kështu që ajo është merit, nuk diskutohet, e pa diskutueshme e Arsim Abazit e stafit, edhe normal e lojtarëve të cilët ka ditë me menaxhu në mënyrë të jashtëzakonshme, e kanë vret po thujse të njëjtat barazime, zavendësimi janë bërë kokë për kokë, edhe të njëjtit lojtar po thujse 80% që është shumë rëndësi, po thujse 80% gjithmonë e njëjti informacion që ka arrit atë kontinuitetin edhe atë shumë rëndësi.
kontinuitetin edhe kompaktësinë e ekipes vetveti, sepse në farforme ata automatizohen mes veti në fush. Kjo ka qenë ajo, domethënë ajo arma kryesore që për mu është një ekip e cila pas shumë të më kalon do të thotë përshtypje pozitive deri më tash nga këto ekipe që kanë ato lohatet e i kanë pas, edhe në të diskutohet një fitore ndaj rivalit direkt është e ka vlerën edhe më të veçantë, edhe ka bu një fitore cila normal nuk i jep atë komoditetin për mu liru, tash me mëndu që jenë përfëndu gjanat, por sa të kuda në kuptimin psikologjik edhe të presionit paka shumë e stabilizon, edhe e shton moralin për me vazhdu një të formë. Unë isha ndëruar shumë që ju pata mësafir në studio, ju faleminderit shumë begatuat emisioni me analizat të thukta që i bët për Gjiro 26, duke ju faleminderuar edhe njerë ju bëjmë dije shikus të ndëruar se këto takimin të cilët të analizuar nga Tortoshi dhe Zoti Sejdiu ishin të Gjiros 26, pra në kam betur edhe një javë e Albimal Superligës e Kosovës në futbol për përfunduar faza 3, më pas do të futëm në fazën e 4 do të fundit ku gjithçka do të përcaktohet. Të ndëruar shikus, pas bisedës në studio, do të flasim tash për basketbolin, paralajmëruam finalin e Ligës Unike në basketbol, ku janë pjesëmarrës skuadrat nga Kosova dhe Shqipëria. Fituesi kupës Ligës Unike për këtë edicion është Vllaznimi, i cili në finalen poshti Sigal Prishtinën. Ndjekim kronikën në vazhdim. Fis Rugova nga gjysma e fushës, Gjuan nuk realizon dhe Vllaznimi e fiton. Vllaznimi ka dhënë fund pritjes 29 vjeçare për të rrëmbyer një trofe të rëndësishëm në basketbollin kosovar, duke mposhtur Sigal Prishtinën në finalen super dramatike të edicionit të 4 të Ligës Unike që u zhvillua në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në kryeqytet. Ndeshja ishte balancuar nga fillimi. 4 sekonda para fundit Arjana Zemi Vllaznimit pati mundësinë të vulos fitoren e gjakovarëve, por shënoi vetëm një nga 2 gjuetjet e lira. Rezultati mbeti 78-78 dhe kësaj sfida shkoi në vazhdime, aty ku kuqezint ishin më të mirë dhe triumfuan me 3 pike përsi 91-88 për të rrëmbyer trofeun e shumëpritur, i cili kapiteni Tati Koshi u dorëzua nga kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti dhe kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës Arben Fetahu. Basketbollisti më i mirë në fitoren e Vllaznimit ishte Arjana Zemi me 24 pikë, 6 kërcime e 3 asistime, fal të cilave u shpall edhe MVP i finales. Ndërsa në radhët e Prishtinasve u dallua Rashid Mallbashić me 19 pikë, 9 kërcime, 4 asistime, por që megjithatë nuk mjaftuan për të shmangur disfatën. Edhe në këtë edicion vazhdoi dominimi total i skuadrave të Kosovës në këtë garë, e cila në 3 edicionet paraprake ishte fituar nga Golden Eagle, Ylli, Peja dhe Trepça. Trofeji fundit të rëndësishëm që kuqezint e kishin fituar ishte Kupa e Kosovës në vitin 1996, edicion në të cilin ishin edhe në finale të play-offit në kampionat. Triumfi shumëpritur i Vllaznimit u festua deri në orët e mëngjesit nga tifozëria zjarr në qytetin e Gjakovës. Burim e qytetit të Gjakovës, adhurues të basketbollit. Besim të eksportet me dorë, të flasim për handballin, kryendeshja Kastrioti Besa Pamgaz dhe Superligës së Kosovës në handball për meshkuj. Se si u zhvilluar ky takim, do të flet më shumë kronika e përgatitur. Kastrioti ka shënuar fitore të rëndësishme në kryendeshjen e Gjiros 24 të elitës e handbollit kosovar, duke mposhtur ekipin e Besa Pamgaz me 3 gole përsi 40-37 të shtunë mbrëma në palestrën Bill Clinton në Ferizaj. Pjesa e parë ishte e barabartë, të dy skuadrat treguan efikasitet të lartë dhe shkuan në pushim me rezultatin 20-20. I tillë ishte edhe 30 minutë që i dytë, por megjithatë vendësit ishin për një nuancë më të mirë në minutat e fundit dhe rrëmbyen fitoren. Handbollistët më efikas të Ferizajasit në këtë ballavaçim ishin Jasine Henahen me 13 gola, Denis Terzici me 8 dhe Festi Mustafa me 7, ndërsa në radhët e pejanëve u dalluan Olsi Mulej dhe Vladimir Stanković me 9 respektivisht 7 gola. Me këtë fitore, Kastrioti doli në pozitin e dytë me 38 pikë, Besa është e treta me 2 me pak, ndërsa tabela kryesohet nga kampioni në fuqi, Raveci, që ka 24 fitore në 24 ndeshje.
Gjiro e 25 rezervon një udhëtim të vështirë për Kastriotin, që është mysafiri i Raovecit, ndërsa Besa pret Trepçën. Shikues nderuar, kjo ishte tëra për emisionin e sonte në emër të ekipit realizues. Ju falenderoj për kujdes dhe vëmendje. Mirë mbeçi.